besoj që vetë titulli krijon një përmbledhje shumë të mirë të një qasje sistemore të gazetarisë hulumtuese, që mendoj që njëna nëse kish mungu atëherë nuk kesh pas një përmbyllje të mirëfill, sepse vërtet kjo është një diçka që edhe flitet edhe është interesant dhe besoj është një prej librave të para që përmbledhet në formatin e tillë në Kosovë. Besoj siç tha edhe kolegja, ky nuk është një libër vetëm teorik, po është i ndërlidhur dhe me përvojën dhe kontributin e tij personal të autorit, këtë rast kolegu ton Musa Sabedini, dhe kjo e krijon edhe më të mirë dhe më të afërt dhe më reale, edhe më reale në relacionin me botën që jetojmë, tematikën që është shumë e rëndësishme dhe në fakt është një shtyllë kryesore e demokracisë dhe llogaridhënies publike. Besoj edhe mendojmë që gazetaria hulumtuese nuk është thjesht një raportim lajmesh, po është një mision për ta zbuluar të vërtetën, për të mbrojtur interesin publik dhe për të sfiduar padrejësinë, korrupsionin dhe abuzimin me pushtetin. Besoj ky libër trajton me seriozitet këtë mision, duke vendosur gazetarin përballë përgjegjësive morale dhe profesionale që bart ky profesion fisnik. Mandej vazhdohet edhe me pjesën e rreziqeve, një vëmendje të veçantë te rreziqet që përballë natyrisht gazetarin dhe gazetarët hulumtues përgjithësi, nga presionet, nga kërcënimet, nga paditë, nga cenzurat, nga rreziqet personale, u përmendën edhe disa përjetime themin gjatë rrugtimit edhe të këtij misioni për zbuluar vërtetën, po edhe për të qenë i qartë se mund të kalohet në sjellje të ndryshme edhe me rreziqe. Këtu në këtë libër nuk janë paraqit vetëm si viktimizimi i gazetarit apo si ndjenjë romantizmi që mundi që është diçka komplekse dhe ka rrezik, po autori është mundu me prezantu pikërisht një proces real që mund të ndodhë dhe që ndëlidhet edhe me sjelljen e përgjithshme publike me temën e gazetarisë hulumtuese. Domethënë edhe për t'i dhënë një mbështetje në kompetencat që duhet fitohen nga brezat e ri të studentëve dhe gazetarëve të ri. Profesor Musa është në edhe vitin e kaluar, i kam thënë, edhe sot, po i them edhe më herët, është në rrugë të mirë të publikimit të çështjeve të ndryshme që kanë me problematikën e fushës së medjave, dhe unë besoj që nuk do të ndalë hovin dhe herave të tjera do të takohemi sërish në përurimin e librave të tjerë të cilat profesor Musa i ka në mendje. Për ndryshe, studenti kisha thënë mos e çajnë fort mendjen sa është i rënd libri, sepse libri nuk matet me peshë, libri nuk është thjesht më vajt shpinë, libri është për të lexuar. Prandaj mos i shikoni sa faqe janë, po merreni dhe lexojeni sepse keni çfarë të gjeni në këtë libër. Unë faleminderit shumë për këtë kontribut e urime. Sot janë bo 5 ditë që është vrarë Elmer Maloku, një prej përjetarëve të gazetarisë hulumtuese në Kosovë. Edhe sot është bo një ditë prej masakrës së Reçakut, edhe dje në mediat e UBT-s kemi publikuar një pjesë të librit të Sulejman Klokoçit, të gazetarit, i cili ka shkuar pa dalë drita në Reçak, edhe e ka quar për shkup xhirimin, edhe e ka bo publikim, e ka publikuar në botë, në kohën kur Vokeri ka qenë në Reçak, CNN ka transmetuar pamjet e Reçakut. Ju përmenda 2 shembuj, njëri që ka paguar me kokë, Enveri, dhe Syla që ka paguar me sulmin e 3 të 4 tash në tru, angazhimin e tij prej tortura fizike e ka Syla. Musa i ka pas, po këti kanë thonë vrasum 12-10, ky ka thonë lene ma vonë. Ka pas shumë kërcënime për fat ka shpëtuar. Gazetaria hulumtuese e atëhershme është paguar me jetë, me tortura fizike, po ka dhënë një rezultat. Gazetaria hulumtuese e sotme na duhet për me bo shtetin më të mirë. Te libri profesorit Mus ka shembuj dhe ka udhëzime si të bëhet gazetaria e mirë hulumtuese. Për mendimin tem, një hero është Elmer Maloku që përmenda në fillim, për mua, Sulejman Klokoçi është një hero i gjallë i gazetarisë.
të ne, gazetarët hulumtues të sotëm, janë ata që duhet me mbrojt shtetin edhe janë herojt e së tashmes që na ndihmojnë me bo shtetin më të mirë. Profesori Mus Shnet edhe libra të tjerë. Si titull i gazetarisë hulumtuese, unë kam pas fatin ta njoh Musën një 10 vite para betimit, kjo që për një maj vjetër si u betim. Ne kemi qenë bashkë në botën e re me Musën dhe unë do të them, Musa i ka 3 karakteristika që lidhen edhe me betimin e tij, po edhe besoj me universitetin. E para, Musa ka qenë besnik i profesionit. Dhe në këtë drejtim, unë pastaj e ndrova zanatin, ndërsa Musa ka vazhdu të jetën zanatin dhe besnik i gazetarisë. Por për ja them një fjali juve që jeni shok ti, miq, po dhe student. Musa besnik i të vërtetës edhe përpas shokëve. Dhe Musa mos gaboni me fol me të edhe në orë, edhe në kafeteri, sa i do ta publikoj të nesërmen, nëse mendon që është e vërtetë. Kështu që besnikrinë ka të fundit. E dyta, duhet ta them që Musa ka qenë avangard. Edhe i gjeneratës e vet, po dhe i punëve që ka bërë në gazetari. Natyrisht e keni pa edhe në pjesën e punës së tij, e përfshin gjithsesi gazetarin online, e cila na ka sfiduar të gjithë neve të shkencave shoqërore, a mendoj gazetarin më shumti. Por megjithatë, puna hulumtuese është puna në terren dhe ajo është që do të mbetet e fundit që do të përfshihet nga inteligjenca artificiale. Dhe po ashtu Musa, karakteristika e tretë e tij është disident. Musa disident edhe me rektorin Hajrizi, edhe me mua, edhe me këndo tjetër. Edhe aty ndihet mas miri, por disident përballë vërtetës. Dhe unë dua të them që në këtë drejtim, pa dilemë që unë besoj që baza juridike që krijuar në Kosovë për gazetarinë hulumtuese, pa dashur me dhënë meritat, ka qenë mundësia që gazetarët mos e tregojnë për burimin e vet me kod penal. Ja nuk i ka dhënë të drejtë askujt me fshehtë të vërtetën, me ndryshuar të vërtetën, por i ka dhënë të drejtë me mbrojtë të vërtetën. Ne kemi punuar në një kohë, do të thënë kur ka qenë sistemi paralel dhe kemi pas 2 sfida. Mos ta dëmtojmë interesin nacional duke i vënë pasojat e dikujt ose dobësit, ose mos ta dëmtojmë edhe në atë kohë po ta quaja edhe rrjedhën kombëtare. Sot mendoj që i ndihmohet rrjedhës kombëtare me të vërtetën. Dhe unë besoj, gazetaria hulumtuese i ndihmon politikës dhe politikanit të ndershëm, profesorit dhe profesorëve të ndershëm, rektorëve të ndershëm kujt tjetër. Gazetarisë hulumtuese duhet më friksu veç ata që friksohen të vërtetës. Do t'i falenderoj të gjithë, duke filluar prej rektorit të Edmondit, Safetit, recenzent, dekanit Feridit, Selimit, kolegët Betimit që foli, prezenca Erdin Kuqit, kolegët tim, mikët tim, vërtet sa dëm ka befasu për të mirë, sepse jemi njohur në rrethona krejt. Jemi njohur në rrethona krejt të vështira këtë herë, edhe më gjallë emocion. Libri, kërkoj falje faton të gjithësysh, falënderit shumë profesorit Medi. Më falni për këto emocione, po ishëm 3 atëherë. Unë i kom pas 21 vjetë. Kur kam qenë redaktori Botës së Re, praktikisht fëmijë me krahasu me këta studentat e ri tash janë. Është punu shumë, është punu gjatë. Dikush mendon që ky libër po për 1 vjet, ky libër po tash 30 vite, sepse është libër një projekt kapitali imi, prej atyne të tjerëve. Vitin e kaluar kur thash unë s'do të merrna më me libra, e di që rektori e di më këshyri, dhe kemo që dush hala me shkru. Edhe tash po më thojnë, po vërtet, unë e pa kam zonë me o lodh, jo në kuptimi profesional, sepse këto se kam kur problem, fatmirësisht. Gazetaria hulumtuese nuk është e lehtë. Kur filloj me student të vitit parë, ligjëratën e parë i pys ndër të tjera, pse kjo orë gazetari dhe cili mendon që është profilit, çfarë mendon tallën, tash fillojnë studenta, dikush moderimin, dikush sigurin, dikush kronikën e zezë, ekonominë, sportin, e dikur ka funin një që ndorën, thot gazetaria hulumtuese. Edhe pikëzimit unë e qaj. Po dini çfarë do të thonë, sepse veçnia, sepse nuk merret gjithkush me gazetari hulumtuese. Kjo është sport shumë i rëndë, është sport shumë i komplikuar, ka shumë rreziqe, ka shumë sfida, ka shumë të lashe para vetes. Kur njët nuk jam thy.
e kam familjen këto që më kanë përkrah vazhdimisht, sepse pa përkrahjen e familjes, fëmijëve është problem. Unë e di një kohë, për shembull, më rujshin këfore amerikanë të shtëpia, për shkak se çështë më rëndo mesazhe kërcënuese. Edhe ditën e dytë pi thom generalit Bonstilit, unë jam gazetar, ju më mbrojt më kështu, harxhoni parë, harxhoni shpenzime, tha ti mos u brengos. Tha shëndetje, të është më rëndësi. Po du mi thonë që është si me thonë profil ka me qenë gjithmonë kërkues. Për gazetar helumtues, gazetar profesionist, gazetar që i dojnë të lashet, ka me pas punë gjithmonë. Qeverit, pushtetet, shkojnë e vinë, por gazetar dhe gazetari helumtuese ka me mbet, ka me egzistu, ka me sfidu gjithmonë. Unë menoj që kam shkruar shumë edhe për këtë gjeneratën e tanishme, gjeneratën e re. Të shumë let kjo pjesa portaleve, medias online, që të dëni mikrofon, thot që më gazetar helumtues, bla bla, po menoj që gazetarët e mirë, mediat e mira, mediat profesionale, studiusit e mirë kanë me pas bukur shumë punë të ardhmen, kanë me pas punë edhe tash, edhe janë të pas tash punë ju përshini, tash ku jemi pak a shumë ka kalu, se s'jam në teren, po përpara më ndodh mu që shtu që pëndodh dhe gazetarëve të ri, mos di që kësha bon. Kisha qenë shumë i pa ftyrë, ose si me thonë i pa kulturum, i pa dokum, sepse me një qeveri që ke dhe me thonë problematike jo serioze, tash e problem që është dush më sjell. I motivoj gjithmonë studentat e mrekullueshëm që i kemi ne. Studentë edhe jashtë BT-s, t'jeni bindë që kam shumë studentë edhe në publik që vinë më shkruajnë se ne të tregoj jap këshilla, sugjerime. Ky libër e ka një të mirë që nga gjitha të tjerat që janë 101 pyetje dhe 101 udhëzime ose këshilla që i kumba vetë. Pra po bëjnë 202. Është bukur problem. Ti në të bindë që është bukur problem, unë ato e kam po për një periudë 3-4 muaj, çdo natë që gruan e kam këto isha në plazh Shqipni dhe isha shku më viberse po harrej. Pra kështu krijohet gazetaria mirëfillt. Gazetar, studius, profesor, ligjerues nuk mundesh më bë tu nej, tu shëtit. Po tu punu, tu shfletu me arkiva. Ku më arrit pra thjesht një libër, një lloj autostrade e gazetarisë, që çdo student që vjen këtu, kudo në hapësirat shqiptare, e merr këtë libër, kur njët s'ka me gabu. Edhe unë kum pas kolegë të mirë, që më kanë udhëzu, më kanë këshillu, i kum dëgju besa këshillat e tyne, atëherë ka qenë më ndryshe. Tani mundësinë e kanë mundësinë e artë, e kanë funë e kryt këtë udhërëfys akademik që po i themi ne, edhe vërtet është akademik, është i shkruar me shumë pedantri, e kam shkruar me shumë motiv, me shumë pasion. Kam jetu në atë ditë që ky libër me u finalizu, unë shumë pas dëshirë. Kisha frikë shoku shëndetit, po Zoti më ndihmoi edhe arrita me përmbyll një kapitull që i përket gazetarive ose lamive bazike të gazetarisë. Etikën e kam shkruar, është libër shumë i mirë. Gazetaria online është kapak, edhe pjesa e parë mediat dhe hetuese që ju vijnë shumë profesionistëve. Unë e di që plotën pyesin a ka gazetari helumtues në Kosovë. Ka gazetari helumtues edhe ka me pas gjithmonë. Është betimi për drejtësi që është kolegu këtu, është jeta gjara. Ka plot të tjerë që vazhdimisht punojnë. Mos harroni, gazetarët helumtues kanë nevojë me i dasht, me i respektu, me i falenderu, me pas një mirënjohje ndaj tyne, sepse vërtet janë të domosdoshëm, që tha profesor Eridin, janë të domosdoshëm për një shoqëri demokratike, nuk ka në vend në botë, unë ka në Amerikë. Në Amerikë gazetarin helumtues ti me nguc, sikur me nguc grejzit, tanë me njerë. Këtu tek ne është kriju tash një fartur me po e dini çapo do më thonë, e cila është problem ushtuj me ta. Pra, këtu sot asnjë gazetar nuk bën. Krejt janë mund me kon të mirë, krejt mund me kon hajna mashtrues, nuk është ashtu. Kur gazetari s'është mashtrues. Tash ka tuli gazetari, por gazetar që unë i njoh, me cilët unë punoj dhe bashkëpunoj, janë njerëz sinqert, janë njerëz drejt, janë njerëz të profesionit, edhe njerëz që dojnë me thonë një të vërtetë. Këtë botë në fushën e gazetarisë
lufta kryesore është me thonë të vërtetën. Unë e thon pak më ndryshe, betimin është ato pak më ndryshe, fatoni thotë, po më rëndësi është e vërteta, pra se një zot që ekziston këtë mundon me lut nga ti, kështu është edhe gazetaria. Pra të respektojmë gazetarinë e mirë, t'i japim vlerë anës profesionale, anës etike, se edhe këtu kom përmend shumë anën etike, nuk e çore pa përmend, sepse shoh gazetar kanë pak kolimtues, janë pak arrogant. Nuk shkon ashtu. Në gazetari, okay, ti kur ta krysh hetimin, mundesh me qenë fund arrogant, por paktën mirësjellja duhet me ekzistu edhe në këtë rast. Unë ju falenderoj shumë, kërkoj falje për filmin se vërtet pata emocioni, besoj që ishte arsyeshme. Rrallë më ndodh kjo farë merr, kjo farë ky rast, ky moment, po besoj që më keni kuptu. Mire tha kolegu Safet ose profesori Ferit, libri Persona shtapako shteron për student, por në kohën time unë kom lyp literaturë me shiri për gazet s'ka pas. Jën kondo skripta 20 foqe, 30 foqe, e dim betimin që kena mësu. Dovra plagiatura krejt kur gjëheq, po jemi gjetë që jemi gjetë. Tani librat janë literaturën e kanë studentat, është literaturë fenomenale, jo veç imja, ka dhe të kolegëve tjerë, ka dhe të në Universitet Publik që i kam me që i kam kolegë, pa mësu, pa studiu, pa bo përvoj, pa dalë në teren, gazetaria nuk kryen ndrysh. Kravat hera parë që ndoj kur të kom promovime, edhe kur diplomoj student. Në jetën tëm kravat ndoj se dush më djersit, uj më bo, por me bo një temë të mirë hulumtus. Për edhe e temë do me dalë në teren, me kriju njerëz, me pas burime, me bo shpenzime, me kontaktu dëshmitar, me gjetë fotografi, me gjetë dokumente, me gjetë materiale, me gjetë arkiv, atëherë ti mundesh me thonë vete që unë jam një gazetar i mirë, nuk më të pjesa e kërcënimeve që përmend, unë vërtet i kam pas 35 raste, i kam kretat evidentuar, një shtat i kam çuar në burg, do kam pështuar që shkan mujt, por më thy kur njes jam thy. Krejt që jam ka keq prej familjes, sepse familja kur dëgjon doj me shef, prekan fëmija, por kanë pas mirë kuptim të gjithë, ku mba shumë sene që se kanë ditë, ma vonë kanë marrë vesh, kush e kërcu më isha vetë, po isha mësu, dhe më njeri mësot me, po më ne që ky libër s'duhet jetë i funit, sepse gazetaria hulumtuese ka shumë sferat e tjera, edhe pse mundu mi përfshi prej pjesës tradicionale, ka funi vite pjesa online, dhe e veçanta që e dytë është fakt që ka shumë raste studimore. Kum dhonë shembuj që studenti mos me pas, më mërzit, me thirrë, kur ka nejna mësu fatkeqësisht se kum punu me deponime me profesorin Ferit në platformën Scopus, nejna mësu me citu të hujt. Këto e kjena Arab, jena peng. Është gabim. Citoj ti të hujt, po citoj dhe kolegë shqiptar, profesor shqiptar, profesor të Kosovës, qa ka të keqi? Unë mundonën me qiri, lypi, profesor kolegë të Kosovës, me i citu, ki pak njerëz që kanë shkruar për gazetari hulumtuese. Po janë disa opinione, komente dhe ky libër më nej që ka me qenë domosdoshmërisht i vlefshëm, jo obligativ me lexu, kujna i hem punë. Kur isha në Amerikë 2007, një profesor ka qenë një Thomas Warhover, gazetar hulumtues shumë i mirë, ai ka pas pak qera në mbralt edhe i theke studenta, muni mos më dasht, po çtu të libra dhe ke s'kin çare pa i dasht. Besoj që e kuptuat mesazhin. Faleminderit shumë, e shihemi për një tjera. Faleminderit Musa. Të nderuara zonja, të nderuar zotëri. Держите 30 секунд.